Ndërsa LSDM-ja po tenton t'i mbledh 61 nënshkrime të kërkuara nga presidenti Gjorgje Ivanov, si kusht që Zoran Zaev ta marrë mandatin për formimin e qeverisë së re. Ekspertët sugjerojnë që në rast se kreu i shtetit refuzon ta jap mandatin edhe pas mbledhjes së firmave, atëherë vetë partitë duhet të marrin situatën në duar. Orë më parë duhet të shkohet për 2-3 ditë, maksimum për një javë, me procedurë në kuvend dhe nëse ka manipulim nga ana e kryetarit të shtetit dhe nuk jepet mandati. Mund të përdoret edhe shembulli sloven. Deputetët mund të mblidhen të zgjedhin kryetarin dhe nënkryetarin e kuvendit dhe pastaj mandatari të shpalos programin qeveritar. Të shpalos përbërjen qeveritare sepse çdo vendim tjetër është shkatërrues për qytetarët. Nga ana tjetër, një pjesë e analistëve vlerësojnë se BDI-ja dhe VMRO-DPMNE-ja në gjithë këtë situatë po taktizojnë me qëllim të organizimit të zgjedhjeve të reja. Siç duket, VMRO dhe BDI nuk e përdorën mirë këtë katrahur politike për të reformuar dhe për të rekonsoliduar forcat në partitë e tyre. Nënkuptonte kjo edhe dekriminalizimin e forcave të cilët partitë politike i quhen në drejtime të gabuara. Sigurisht që mund të nënkuptohet se është një taktizim mes VMRO-s dhe BDI-s për zgjedhjet e parakohshme, mirë po ashtu dua të theksoj se vetë liria dhe drejtësia do të kërkojnë nga partitë politike jo vetëm që të reformohen, po të lirohen edhe nga krimi i cili ndodhet brenda në partitë e tyre. Hani dhe Ivanov si konsiderojnë se zgjedhjet e reja parlamentare nuk janë zgjidhje e krizës politike, pasi sipas tyre një skenar i tillë shkon në favor vetëm të VMRO-DPMNE-s dhe do ta thellonte edhe më tej situatën.